Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi në edicionin e radhës në emisionin A më dëgjon. Sot jam shumë i lumtur sepse pranë jush do të sjell një histori të një njeriu të guximshëm edhe pse jeta shpesh herë ka goditur rënd. Gjatë takimit kur ne patëm para se të realizonim këtë emision, unë i bëra një pyetje. I thash, a ndjehesh i mërzitur në jetë, sepse jeta të ka goditur disa herë dhe ndonjëherë ke patur momente që i ke thënë vetes që nuk jam i përzgjedhur për të jetuar i lumtur, por personazhi në fjalë më befasoi duke më thënë jo, tha, unë jam shumë falenderues nga Zoti që më ka përzgjedhur mua të jem po i ktill. Sot do të flasim për një sëmundje që ndoshta mjekësia e ka të njohur, por qytetarët, publiku nuk e ka të njohur. Kjo sëmundje quhet distrofia. Dhe unë, para se ta prezantoj të ftuarin tim se kush është personazhi që më ka nderuar në natën e sotme, dua të hap emisionin me një thënie që në fakt e kam përzgjedhur konkretisht po për këtë temë që ne do të diskutojmë. Thënia thot kështu: ka njerëz që edhe kur nuk mund të eci, i udhëheqin të tjerët drejt dritës. Abazi është një prej tyre. Me mua sonte në studio, Abaz Berisha. Abaz, faleminderit shumë që pranove ftesën, ti jesh në studion time. Faleminderit, është nder të jem prezent në emisionin tuaj. Me të vërtet, më vjen mirë që ke nda kohë për ta tregu, për ta shtjellu historinë time apo jetën time si jam prej lindjes e deri tash, shpresoj do t'ju jap përgjigjet e duhura. Abbas, shumë faleminderit. Unë e hapa këtë emision me këtë thënien që ka njerëz që edhe kur nuk mund të ecin, janë në atë karrocën që je ti aktualisht, i udhëheqin të tjerët drejt dritës dhe më beso në momentin që unë të kam takuar, kam ndarë një bisedë me ju, më ke dhënë po aq pozitivitet sa që realisht nuk ma mori mendja që atë pozitivitet do të marr nga ju. Çfarë të mban që të jesh kaq në energji të bukur? Unë edhe para se të fillojmë këtë emisionin ju tregova që unë kam besimin tek Allahu, tek Zoti dhe ajo më mban. Gjithmonë e kujtoj dhe tham që kjo është vetëm një sprovë nga ana Allahut dhe Allahu i sprovon ata që i don. E kështu që unë me këtu e kam besimin dhe shpresat për këtë shkak çdo herë jam pozitiv dhe do të jem derisa ta kem frymën e fundit. Do të kthehemi pak vite më herët kur ju keni qenë i vogël. Si e kujton fëmijërinë tënde, Abbas? Fëmijërinë time mund ta paka shumë gjithë shqiptarët e kemi pas fatin e njëjtë. Baba në realitet ka qenë punëtori, krahu faktikisht ka qenë punëtori thjesht, por e ka bërë atë punë me nder dhe me krenari. Sepse me të vërtet tash të mirat nuk kanë fund, por edhe të këqijat nuk kanë fund, por ne jemi rritur, siç thash, gati njësoj të gjithë. Kështu që ajo më krenoj me atë që e ka bërë punën me nder dhe me krenari, dhe krenohem që kam pas prind të tillë. Do flasim avash edhe për babain. Nga prindërit tuaj në jetë erdhën sa fëmijë? Po, në jetë kemi ardhur 8 fëmijë. 6 djemë dhe 2 vajza. Në realitet 6 vëllezër dhe 2 motra i kam. Motrat i kam ende, edhe një vëlla, 4 të tjerët kanë ndruar jetë. Po do ta paka shumë, jo paka shumë, po për herë të parë do ta shtjelloj këtë histori, do ta ndaj me të tjerët. Ata që më njohin e din se kush jam dhe
si jemi ballafaquar me këtë smundje që kam, se une edhe 3 vëllezër tjerë që kanë ndruar jetë, ata kanë qenë me njëjtën diagnosë, me këtë, si që thek edhe ti, kjo është distrofia muskulare. Dhe fatkeqësisht ata të tre kanë ndruar jetë në moshën, njëri 43, tjetri 45, ai më i madhi 47 vjeç ka ndru jetë. Ai që ka qenë më i madhi prej nesh, ai ka qenë edhe i martuar, ka kalon mas vete edhe 3 djemë. E ne të tjerët fatkeqësisht. Dhe vllau tjetër që ai nuk jeton këtë shtet, ai është, po jeton në një shtet perëndimor, Polonia, atje është, ka kriju familja, atje jeton. E une këtu tash për tash jam vetëm vetë dhe me nipin jetoj, faktikisht. E pak më para të kthehem pak në ata, njënin vlla, kur ka qenë moshën diku 10-11 vjeçare, fatkeqësisht e ka mbyt vetura. Unë atë që e kam njohur, pastaj ka marrë një jetë une, dhe 3 vëllezër të tjerë, e ai ka ndru jetë diku moshën 10-11 vjeçare, si fëmijë. Dhe kështu që kjo është pak a shumë jeta. Po për këtë vllau 11 vjeç, unë e di nga rrëfimi që kemi bërë pas kuintave, ju keni pat fatin që në jetë të keni një nën e cila ka qenë trimresh, burrnesh, ka qenë e guximshme, ka qenë e fortë që të kujdeset për ju, që të gjithë keni vuajtur dhe keni qenë të gjithë në karrocë, 4 vëllezër, edhe plus ajo një vit nuk ka derdhur lot për djalin e saj, gjithmonë e ka pranuar realitetin e Zotit. Ashtu është, po është një histori e gjatë për treguar për nanën time, që ka qenë me të vërtet, jo pse ka qenë nëna ime, po me të vërtet ka qenë një grua shumë e fortë. Si çdo nënat shqiptare, çdo herë kanë qenë të forta, por nëna ime ka qenë, më duket si më e veçantë. Se ta llogaristim çdo ata që janë prindë din më mirë, mund ta kuptojnë edhe më lehtë. Një fëmijë kur e kanë të sëmur, tan natën nuk bëjnë gjumë, ndoshta edhe me muaj, me javë, derisa shërohet ai fëmijë, ato e kanë mendjen te ata. Po të kthehemi të him pak në lëkurën e saj, ta kishim përjetuar vetë, shumë më ndrish do të kishim folur. Por kjo është. Por me të vërtet ka qenë, i ka dhënë dhe Allah i ka dhënë forcë, i ka dhënë fuqi që ti ballafaqohet me të gjitha. Çfarë thonte nëna juaj në një darkë kur ju mblidheshit së bashku, i kujton ato ditë? Sigurisht, ka shumë që s'do të kisha mund t'i ndaj diçka, po ka shumë, me të vërtet. Po çdo herë ka qenë, drejtën ta them, edhe ajo ka qenë, shpresoj dhe edhe atë që e përmendëm pak më herët, edhe unë e kam atë durimin edhe atë prej saj, sigurisht se ka ndiku edhe ajo. Se ka qenë çdo herë edhe ajo pozitive, çdo herë në ka folur që t'jemi të fortë, të guximshëm dhe kur mos dorëzohemi. Dhe kjo ndodh edhe me mua, edhe me të gjithë vëllezërit kanë qenë kështu. Si e kujton ndarjet me vëllezërit? Si i kujton ato momente? A me të vërtet, vetëm ai që i ka përjetuar mund ta din rëndësinë dhe se çfarë
si thojnë, është shumë humbje e madhe ka qenë, po tash duhet, siç thash edhe më herët, tash duhet t'ju mbështetemi me Allahut, sepse ai ka vendosur kështu dhe kështu ka ndodhur siç ka vendosur ai. Ktu nuk mund askush të ndërhim. Po vëllezërit e tu njëri prej tyre ka qenë shumë advetar, ju keni marrë nga Po, gjyshi, nga babi, keni marrë sigurisht na kulturën e advetarizmit. gjithë kemi qenë advetar dhe jem edhe ditë e sodit jemi kështu. Po me të vërtetë tash më kujtua për momentin vllau që thash ai çdo ka qenë shumë njeri pozitiv. Shumë njerëz e kanë njohur. Secili që e ka njohur, ata kanë dhe sot a ditë vetëm fjalë të mira për të. Po kur ndodhi faktikisht masakra në familjen e Adem Jasharit dhe me të marrë lajmin që do të kishte protesta, organizoheshin protesta, ai i pari me flamur dorë, pa hezitim doli në për protesta me të gjithë shqiptarët sigurisht dhe as që e mendoj më vonë se do të ketë probleme, po mas një kohë, mas kalimit disa muaj, viteve, ai shkonte në çdo vit, shkonte në për spital, nohër sidomos, dhe kur kishte shkuar në spital, ata më falë, do ta them në gjuhën maqedone, po shpresoj e kuptojnë edhe do ta përsëris dhe do ta them edhe në gjuhën shqipe. Thonë, ja, eve govoj što protestiraše. Što protestira. Demek, jaki që proteston. E prej ati momentit e shikon me tjetërsi. Me syrin e urrejtjes. Sigurisht që po. Sigurisht po. Ai prap nuk u ndalte, vazhdojke dhe ne çdo herë kemi qenë kështu dhe kështu do të jemi. Atë ka marrë malli për vëllezërit. Po, sigurisht që po. Sigurisht që po, se asgjë nuk i zavendëson ato. Kështu që sigurisht që po. Po tash pajtohemi me këtë që ka caktuar Allahu dhe s'kemi që bëjmë. Ka edhe më keq. E vërtet shumë. A ka pas momente ti thua vetes tënde pse unë kam këtë fat? Apo nuk ka pas momente të tilla? Ta them sinqerisht, asnjëherë jo. Çdo herë mendoj vetëm pozitivisht dhe asnjëherë nuk dorëzohem edhe as që mendoj ashtu ndonjëherë. Po çfarë të bën që ti jesh kaq pozitiv? Çfarë të bën? Po unë thash, gjithçka pikë së pari mban besimi tek Zoti, tek Allahu, që e kam besimin e fortë dhe sinqert. Tjetra më bën familjarët e mi, shokët, dashamirët, njerëz të vullnetit të mirë, këta. Se me të vërtetë unë nuk kam shok, dashamir, miq shumë, çdo herë edhe të ata e shoh pozitiv janë, çdo herë me mua dhe asnjëherë nuk e ndjej veten që më mungon diçka. Kur kam pranë vetes miq, shok, dashamir, familjar, motrat, vëllezërit, kështu me radhë, nipat, stërnipat, besat, gjithë këto më japin Forcën e madhe. Sigurisht që po. Tani më thuaj Abbas që ta kupton edhe publiku, ju nuk keni lindur në karrocë. Jo, unë në karrocë jam prej 2013-ës, diku moshën 40 vjeçare. Në karrocë jam. Do të thënë më herët kur keni qenë ju më i ri, më i vogël, ju keni ecur normal? Kam qenë i ri si fëmijë, normal, sigurisht kam pas disa simptoma, po kam mundur të heci, të lozi me fëmijë, shokët, kështu në shkollë, andej, këndej. Po mas
me kalimin e kohës kjo smundje shkon duke u keqësuar. Ju në cilën moshë keni kuptuar që vuani nga distrofia? Po drejtën ta them diku kam mosha 10-11 vjeçare aty shihen edhe dallohen simptomat. Ata prej fëmijëni diktohen, ndoshta edhe prej lindjes, por me kalimin e kohës këto, se fatmirësisht, apo si ta them, nëna ime ka qenë si mjeke. Dhe një kohën kur kam zon pak të rritem, ju thot mjekëve, thot, edhe ki thot e ka të njëjtën diagnozë. Ato i thonë, prej ka e di ti, prej ka mund ta dish ti, na kur s'mujmë ta dim mjekët, ti do e dish. Thot e di sepse i kam parë simptomat të tjerë fëmijë dhe e di. Dhe ja që doli ajo, fatkeqësisht doli e vërtet ai konstatimi i saj që mendonte që edhe unë e kam këtë diagnozë. Kështu që kjo është. Do ma përshkruar si është një dita jote e përditshme, si është Abazi gjatë ditës së tij? Po thuja për çdo ditë si që më shihni edhe tash. Zgjohem në mëngjes, ndonjëherë përgatitemi, hajmë ushqim të shtëpia, ma shumë dal në qarshi, andej, këndej, kështu që pastaj me shok, me dashamir, kështu me radhë, pastaj do ta ceki edhe atë që e kam themeluar dhe një shoqat për personat me nevoja të veçanta. Shoqata quhet Mirësia, që 3 vite e gjysmë kam hap atë shoqat, edhe ati e kaloj kohën me antarët e shoqatës, shok, dashamir, kështu me radhë. Dita jote është ditë plot me angazhime, me sa unë e shoh. Çdo herë. Por ju nuk jeni vetëm, ju jetoni me nipin tuaj, Po, ai që kujdeset për ty. sigurisht. Çfarë fjale ke ti thuash atij? Ndoshta që s'ja ke thënë deri më tani. S'po di që të jam me fat që e ka. Ai është gjithçka për mua. Ai gjitha punët ai mi kryen. Më zgjon nga shtrati, më pastron, më ushqen, në realitet nga njerë pregadit edhe ushqime vetë, nga njerë gjithçka unë faktikisht unë pa atë, ai është për mua si oksigjeni, që pa oksigjen njeriu s'mund të jetoj. Kështu që jam me fat që e kam. E quan nip apo e quan djalë? Unë nuk e di, prind nuk jam, por nga njerë tham ndoshta edhe më shumë se djali kisha mendu që edhe më shumë se fëmijën tim e dua. Se me të vërtet edhe ata janë rritur jetim. Faktikisht më shumë ne i kemi rritur. Po të thash që mbi të gjitha nëna ime edhe i ka kalu gjitha këto sfida, edhe ata shumë me sukses. Edhe tash edhe nipnit e duan po si nanën e vetë. Nanën time kanë desht shumë, për stepri. Po edhe ajo më shumë kujdestesh se për ata se sa për neve. Jo që s'kujdeste për neve, por më shumë mendonte për ata se sa për neve, dhe ndoshta edhe për veten nuk mendonte sa mendonte për ata. Unë e di që ti falën 5 vakët namaz, edhe gjatë momentit kur ne do fillonim xhirimin, Abazi më tha do e mbaroj me misionin për ta falë namazin.
Je shumë i lidhur me Zotin Abbas. Edhe agjeron sigurisht. Po, sigurisht. Une namazin ka disa vite që e praktikoj rregullisht. Ramazanin drejtën ta them si fëmijë deri diku mosh, deri para disa viteve rregullisht kam agjëruar. Por para do viteve u sëmura dhe shkova në mjeku më tha që unë nuk të prap ti mund ti je doktor për shpirtin tënd, për veten tënde, tha, por kisha preferuar që mos nuk se faktikisht mjeku ishte Maqedon faktikisht, po tha unë nuk po ta them në atë aspekt pse prap ti e din, tha, po këtë sëmundje që e ke, tha, nuk është e preferuar të agjerosh. Po unë disa vite nuk asi, tash 2 vite rregullisht edhe agjerimin prap kam filluar të agjeroj. Deri vitin e kaluar dhe si 2 vjet i bëra pa problem, edhe më let, edhe atë, ta tham drejtën, prej sifir në sifir, në realitet prej një iftar, sifirin asnjëherë nuk e praktikoj, nuk ha sifir, vetëm iftar, edhe e kam agjëruar pa problem. Shpresoj që edhe tjera herë do ta agjeroj pa problem. Keni talentin edhe të shkruani. Ne di që ke dedikuar disa poezi luftëtarëve. Po, sigurisht që me që thash që jam adhetarizmin e kam në gjak. Por sigurisht edhe unë mendoj dhe besoj që është kjo e vërtet. Ai që është adhetar i fort është edhe fetar i fort. Të dyja, kombi dhe feja bashkë. Nuk ka ndarje, nuk besoj. Vetëm ai njeriu që nuk është njeri mund të ndaj. Ne që jemi adhetar dhe besimtar, as njërën as tjetrën nuk e ndaj. Është si mishi me kocin. Mban ndonjë strofë mend të vogël, qoftë ndonjë pjesë që e ke shkruar vetë? Drejtën ta them, nuk e mbaj mend kështu, po i kam të shkruar, apo me të vërtet përmend që nuk i mbaj mend, se që disa vite nuk i kom lezu, vetëm i kom lanë kështu në sirtar dhe mas i kom shiku për atë shkak vën keq se që s'më kujtohet ndonjë për momentin. S'ka gjë. Unë jam i bindur që ti shkruan shumë bukur sepse e shikoj zgjuarsinë që ke. Abbas, në këtë ditë kur teknologjia ka mbërthyer çdo shtëpi, në këtë ditë ku njerëzit luftojnë për makina më të forta edhe arrin që t'i blejnë, në këtë ditë ku njerëzit luftojnë për shtëpi nga 5 katëshe, hidhërohen me vëllezërit e tyre, vetëm për para, nuk vën në pyetje njerëzimi, ndërsa ti në atë karrocë je shumë i lumtur dhe i gëzuar. Çfarë duhet ju thuash këtyre njerëzve që në fund të ditës kanë haruar që ekziston dhe Zoti dhe kanë haruar që ekziston dhe bota? Po, unë prap po kthehem te Zoti, po kthehem. Zoti e ka lënë sicillën punë, e ka lënë të jetë ashtu siç duhet, në rregull, Allahu i ka drejtu punët e tij në rregull, por nganjëherë të mashtron pasunia, të mashtron larg qoftë shejtani, e nganjëherë devijon nga rruga dhe e harron fatkeqësisht, ndoshta e harron edhe familjen, edhe Zotin, edhe gjitha, po unë ju them që duhet, se vëlla askush s'bëhet, prind askush nuk bëhet. Secili duhet ta nderosh, ta respektosh, ta duash, por mbi gjitha familja është ndrish, secili e ka vendin e vet. Vllau e ka të vetin, prindit vetin, shoku të vetin, miku, dashamiri, çdo kush e ka vendin e vet, duhet çdo herë të jenë pozitiv. Jo vetëm anën materiale ta mendojnë, po ta mendojnë edhe atë shpirtërore, që
duhet ta duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Kështu. Kjo është mesazhi im për këtë. A e ke parë familjen ndonjë natë në ëndër? Nga njerë tha, sigurisht që po, por çdo herë më shumë parafitirohet nëna. Dhe më duket sikur më thotë që kur s'duhet dorëzohesh, duhesh mbështetesh tek Zoti dhe asnjëherë mos dorëzohesh. Nga jeta, nga brengat, nga gjithçka që të vjen, duhet ta qetë, ta prit, ta pranosh ashtu siç është. Është angjulli jot mbrojtës? Sigurisht, ndoshta që po. A e kujton ndonjë darkë apo ndonjë iftar kur e keni ngrënë bashkarisht? Po sigurisht që po. Kur isha si fëmijë më kujtohet për në Ramazan. Edhe ndonjëherë prindi si prind nuk më zgjoshin në sifir. Unë e kam motrën ende është motra më e madhja. Unë i thosha thirum sifir sepse baba nona nuk më thrasin, po ti thirum. Ajo çdo herë më ftonte dhe unë dhe sot e kam më vjen ajo aroma kur përgatite pitet nona, vinte era në dhomën edhe po mos doja zgjohesha, vetëm kur e nisha aromën e ushqimit që përgatit ka ajo, mua më zgjonte edhe aroma. Kështu që edhe tash me një kushëririn tim, djalin e migjës, ishëm në shoqat, si që ceka. Te Mavrovka e kishim shoqatën aty, shkova e bleva një byrek me patate apo kompira si që përdoremi ne. Patjetër. Edhe erdhan duke ngrënë aty, ai kushëriri po më thot, Abbas, pse ke kaq merak me patate, pse s'merr me mish apo me diçka tjetër? Thosha, nona çdo herë ma përgatit ke me patate, por tash nuk e ka shijen e nanës. Edhe ai mu përgjigj tha, shijen e nanës, tha, nuk e ka asgjë, mo, tha. E kështu që thash që ajo nga njëherë e kam parasysh çdo herë e ndjejat. Edhe unë çdo herë kur dal shëtitem dhe mendoj vetë me vete, tham, do shta është gjallë ende nuk më besohet, thënë, kur kthehem te shtëpia do ta gjej te derat duke më pritur. Kështu që me të vërtet kjo më jep vullnet, kjo më jep. Çfarë u thua këtyre që i kanë nënat edhe nuk i respektojnë? Unë ju them që duhet t'i respektojnë në maksimum, se një ditë ndoshta do të dojnë, por atëherë do të bëhet vonë. E kështu që sa t'i kenë gjallë, t'i nderojnë, t'i respektojnë, e kështu me radhë, kështu kur mos t'ja kthejnë shpinën. Abbas, jo çdo kush e di vlerën e nënës derisa nuk e ka, por shqyqyr Zoti që kemi fen islame që na mëson që të jemi sa më pranë prindërve tanë të dashur. Që parë fole për nipin tënd dhe fole me shumë nostalgji, fole me shumë lot. Je ndjerë ndonjëherë borxhli ndaj tij? Po sigurisht që po, po shpresoj se Allahu do ta paguaj me të mirat e tij, sigurisht. Dhe jam mas e i bindur në këtë. Ke dhe shok shumë që të duan, a? Shumë, me të vërtet, kam shok pa fund. Çdo më thuash për shoqërinë? S'di çka të them. Jam shumë i gëzuar, shumë i lumtur jam që kam shok, dashamir, fëqin, ashtu të mirë. Ju morët guximin pas gjithë këtyre sprovave, pas gjithë këtyre humbjeve, duke jetuar në kujtime të
krijoni një shoqatë e cila u quajt mirësia. Si lindi ideja për të bërë një shoqatë të tillë? Për drejtën ta them, unë isha me një shoqatë tjetër, isha dikun, por thash veten e pash, thash mund edhe unë ta bëj atë. Ndoshta më mirë. Dhe e mora guximin, se idejen e kam pas që moti, por e mora guximin dhe hapa edhe shoqatën, tash 3 vite e gjysë gati që funksionon shoqata, edhe kështu konkretisht miremi me ndihma karroza elektrike të thjeshta, çdo gjë që kanë nevojë këto persona Me nevojat veçanta. me nevoja të veçanta, sigurisht. Kemi po diku afër 200 antar, kam shoqata i numëron, kështu që me këta aktivitete miremi me nganjëherë në dalim pikniqe, shëtitje, andej vitin e kaluar ishim në Pogradec, prej themelimit të shoqatës, s'kemi dalë jashtë, po mendoj jashtë Maqedonisë, por vitin e kaluar ishim fatmirësisht, ishim 2 ditë qëndruam në Pogradec, ishte një gjë e mrekullueshme dhe të gjithë u ndajtën të kënaqur, por fatkeqësisht nuk mundëm gjithë t'i përfshim në ata diku 30 apo 40 antar. Arsyeja se aq kishim buxhet. Aha. Nga ku financoni ju si shoqat? Po firma, individ, shtone. Me sponsora? Po, sigurisht që po. Nga shteti jo? Shteti fatkeqësisht deri tash pak e hiq thuja, asgjë thuja. Nuk na kanë ndihmuar në këtë aspekt. Nuk u merr në dorë shteti këto lloj njerëz me aftësi të kufizuara që janë? Drejtën ta them, këta njerëz edhe janë diskriminuar shumë. Ka shteti janë? Sigurisht që po. Unë e njoh dhe kam antar edhe në shoqat që kanë fakultete, kanë shkolla të kryera, por fatkeqësisht ata nuk janë të punësuar. Do me thënë i shojnë me një sy të keq. Sigurisht që po, se me të vërteta duhet mos t'i shikojnë njerëzit, pse në çfarë gjendje është, duhet ta shikojnë aftësinë e tij. Nëse është i aftë, pse të mos ta punësojmë në atë punë që është e ka të kryer atë shkollë. Jeni ndjerë të paragjykuar? Ndonjëherë po. Ndonjëherë po, paragjykuar, diskriminuar, çdo herë. Ja pikë pari që ditën e sodit po a them. Okej. Doja të vija këtu tipi në autobus, nuk më mori autobusi, nuk ka shumë ima guzhva, kështu në gjuhën maqedone, ka s'munde se ka shumë udhëtar, s'kemi ku të hipim. Një ditë tjetër tha, nuk punon. Si s'punon, thash, kjo nuk është me rrim, kjo është statike, nuk është elektrike, nuk punon, tha, nuk hapet. Si s'hapet, ajo hapet me dorë, faktikisht, ama fatkeqësisht kjo është diskriminim. Pastaj kemi në për disa trotuare janë shumë të larta, s'ke qasje, s'mund të zbresish aty, duhet të shkosh 100-200 metra më larg, edhe plus këta janë shembull me rrim. Kjo rrima harxhohet. Sa më shumë të hec, kjo harxhohet rrima, mund të mbesh gjysmë rrugës. E për atë shkak nganjëherë jam i detyruar të hipi edhe në autobus, por fatkeqësisht autobusat rrallë ndalen, ndonjëherë edhe nuk të përfillin. Do me thënë juve nuk u marrin në dorë fare? Absolutisht nganjëherë jo. Nuk mund të përfshim gjithë këta. Po pra, ka një udhëtar, ka individ të veçantë. Sigurisht. Unë isha me një kushërinin tim, një ditë e hapi vetë kushërinin rampon, po u çu zbriti edhe shoferi, ajo është respekt. Sigurisht që po. Ama gjithë nuk janë njëjtë. Disa dhe na shikojnë me tjetër sy. Edhe ne jemi sikur të tjerët. Ne duhet sikur që ai
ka nevojë të hip në autobus, edhe na kemi në autobus. Sikur ai që ka dëshirë të shkon në kinema, teatr, gjithçka dhe ne kemi Normalisht se sigurisht jeta është gjitha njësoj për këto. të Ne gjithë. kemi nevojë tim tret, kemi nevojë te mjeku të shkojmë, duhet kemi qasje në gjitha të vendet. Po s'ka asnjë lloj disa mbështetje vende- për ju. Disa vende as në tretuare, as në barjera, as në të kalon, s'mundesh. Nganjëherë edhe janë të parkuara vetura, s'ki ka dalë. Edhe s'ka asnjë lloj plan programi Nuk- për njerëzit si ju. Nuk, shumë pak e mund të themi as pak. Po këto individet e veçantë që ju ndihmojnë juve në shoqatën tuaj, çfarë konkretisht ju ndihmojnë? Po gjithçka që kemi nevojë. Kështu thash pak më herët për karroca elektrike, ndonjëherë pak ushqimore, me radhë. Po mirë tani për shembull ja kjo karroca mund të prishet, supozojmë. Ku e ndron ti këtë? Duhet ta blesh vet, po ta financon dikush? Jo, fatkeqësisht vet duhet. Vet ja Po ta mirë ja ke rregullosh. lek, po s'ke lek për ta bler S'ke karrocën. lek, duhesh të rish në shtëpi. Sa kushton kjo karroca? Këtu në të paktën 2.000 euro kushtojnë. 2000 euro. Po. Edhe nuk i financon shteti fare. Financon në sa e di, diku 60 mbi moshën 65 vjeçare, apo ata që studiojnë, apo ata që punojnë për ata, për tjerët jo. Se karrocat e thjeshta që janë, asi përpara ishte në çdo 3 vjet kishe drejt të marrësh nga një. Tash e kanë bën 5 vjet. Po për 5 vite e shkatërrohet Ato krejtësisht. janë edhe si kemi rrugë na jo. Katastrofë, po mos flasim për këto. Për këto nuk ka as mjeshtër, dush mjeshtri. Kemi disa mjeshtër që na ndihmojnë, ata nuk janë, po mirën edhe me këto i rregullojmë nganjëherë kur kanë mundësi. Nganjëherë edhe s'ka mjeshtër, duhesh ta udhësh tjetër ta blesh se s'bën. Me çfarë pagesash jetoni ju? Keni ndonjë pension, keni ndonjë rrok? Shumë konkretisht ti. Unë konkretisht vetëm me ndihma sociale. Që ta kuptoj Një për pension. publikun, ndihma sociale juaja është një ndihmë e mirë apo janë këto ndihmat gjynaqare që i kemi ne? Lirisht mund të themi në fjalën popullore, sa sikur me vitra më të majtë, kështu i vjen. E të mërshme. E si do e blesh ti karrocën 2000 euro shumë? Karrocën s'ka shans ta blish me ato tolla që i merr, nuk ka shans. Unë drejtën ta them as rrimën, ka disa vite që s'e paguaj. Të ndihmoj njerëzit. Nuk kam mundësi ta paguaj, nuk e kam paguar. Se s'ka mundësi, nuk me ato tarnurat që marrin, s'ka shans. Po ju nuk jeni të hequr nga këto gjëra nga shteti? Nuk asgjë, nuk. Do të thënë shteti s'ndihmon asnjë gjë po Asnjë thjesht. gjë, asnjë gjë. Katastrofike, sinqerisht katastrofike. Do me thënë, në qoftë se ka ndonjë njeri që dëshiron të kontribon në shoqatën tuaj, dhe dëshiron t'ju ndihmon, se unë jam shumë i bindur që ka shumë biznesmen që ndoshta edhe nuk e din që ekziston një shoqatë e tillë dhe ja sot kanë fatin ta marrin vesh këtë shoqatën, ta kuptojnë, si munden ato të qasin që të kontribuojnë një shumë të tyre të parave. Sigurisht mund të drejtohen shoqatën tonë, ne jemi aty çdo herë, po edhe Zyrat ku i keni zyrat? zyrat e kemi në afërsitë qendrës tregtare Mavrovka. Shumë bukur. Edhe besoj në rrjetet tuaja sociale, Po, apo zgjerisha sigurisht, mund të po. kërkojnë. Shoqata Mirësia e kemi aty gjitha, po mund ta cek edhe numrin tim, po të ka, Patjetër, nevojë. si ju jeni kryetari. po, mund edhe numri im për kontakt 071 277 367. Shumë Çdo bukur. herë mund të jenë kontakt me mua, nuk është problem. Unë uroj me zemër që të ndodhen, sepse ka shumë shqiptarë zemërgjër që dinë të bëjnë vepra të bukura dhe shqiptarët kanë bërë historikisht vepra të bukura dhe pse jo mos kontribuojnë edhe tek ju që ju në fakt keni nevojë më shumë se kush. Shpresoj dhe jam i bindur në ata që ka njerëz të mirë që na ndihmojnë dhe do të na ndihmojnë, besoj. Në këtë shoqat vepron vetëm apo jeni një grup i gjerë që bashkëpunoni? Kam edhe bashkëpunëtorë të mi, po edhe kemi antar kështu me radhë. Do të thënë jeni një grup i gjerë. Po. Çfarë do t'ju thojë ti njerëzve që në jetën e tyre ndihen të dorëzuar? Unë do t'ju thoja që mos dorëzohen. Çdo herë. Çdo herë duhet çdo herë të synojmë majat. Jo
të besim aty ku ishim, çdo herë duhet pozitiv të jemi dhe duhet çdo herë të ndrojmë te më e mira. Do më thuash cila ka qenë dhurata më e bukur që ke marrë në jetë? Ka shumë, Cilën do ta ka shumë. cilësoje? 2 apo 3, mos i vë vetëm një. Po edhe kjo që është që më ka sprovuar Allah, kjo është E quan dhuratë. dhurata më e madhe, besoj që është kjo. Je tepër i lumtur kështu si je. Sigurisht që po. Ka shërim kjo sëmundje? Deri tash fatkeqësisht jo. Po mirë, tani se nuk të pyeta, për shembull ti përdor tableta sigurisht, barna përdor. Jo, Asnjë gjë. fatmirësisht asgjë. Se në qoftë se do përdorte barna një person i ktill, edhe ato i paguani vet? Po sigurisht barnat i paguan vet. Vitamina, oksigeni duhet vet i paguar. Qofse përdor. Kjo është e tmerrshme, sinqerisht është e tmerrshme. Ka disa lehtësime, por shumtën e rasteve vet. Çfarë është për ty mirësia, pasi që ja ke vënë dhe emrin shoqatës mirësia dhe drita e shpirtit? Po për atë qëllim e kom lënë edhe mirësia që të bëjmë vetëm vepra të mira. Pa marrë parasysh sakrificën që e bëjmë për vete, për gjithë, por mbi të gjitha vetëm mirë të bëjmë. Se keq nuk duhet të bëjmë kurrë keq. Pa marrë parasysh edhe armikut ne kurrë nuk e kemi bërë keq dhe nuk i bëjmë. Ne edhe pse po të kemi kërkuar atë drejtën tonë që na takon dhe kështu që çdo herë duhet të jemi kështu. Abbas më thej që ke dhe motra. Po. Kam edhe 2 motra, po. Ato janë mirë me shëndet? Falë Zotit, po. Shqyr. Shiqe, po. E je bërë dhe daj. Po, daje, vigje. Çdo të thon këto epitete. Du me thonë, janë shumë gëzohem shumë, jam i lumtur. Edhe fëmijët e nipave ndojnë shumë. Me të vërtetë, po edhe unë i dua shumë. Ti jeton në Gazibab. Po. Merr dashuri nga Gazibaba, siç unë e di që janë shumë njerëz të mirë. Po, sigurisht. Fatkeqësisht Gazibabas ja kanë pasit një emë dhe i thojnë disa, por jo. Qash mal pa uk nuk ka, pa ujqër nuk ka ujq, mal, por ka dhe atje njerëz, ndoshta ndonjëherë, po gjithë nuk janë të këqij apo gjithë nuk janë të mirë, edhe ne s'mund ta dim, s'mund të themi që nuk ka. Sigurisht, po Gazibaba është çdo herë. Unë nuk do ta ndroja me asnjë vend tjetër. 99% i ka të mirë, 1% mund të Sigurisht, jenë ato. Sigurisht, se unë me të vërtetë thash jam edhe me fat që kam edhe fëmijë të mirë dhe çdo herë më dalin ndihmë dhe nuk asnjëherë nuk më thonë jo. Çdo herë Janë për ty aty. sigurisht që po. Më kanë thonë 1 natës, 2 natës, 3 natës, vetëm një telefon dhe edhe ashtu është. Cila është dëshira jote më e madhe? Dëshira më e madhe, thash të bëj vetëm vepra të mira. Dhe tash po e them këtu në emision kisha pas dëshirë të takohem me humanistat më të mëdhoj që i ka Shqiptaria, me Alil Kastratin dhe Elvis Naçi. Kisha dashur të takohem edhe me ta, edhe të bashkëpunoj me ta dhe Të realizosh ëndrrën tënde të shoqatës. sigurisht po. Pse jo? Me patjetër që ndjekësit tanë do ta bëjnë sa më shumë share këtë video që të hyjë deri në vesh të Alil Kastratit, por kemi dhe miq që njohim që janë të afërt me Alilin. Jam takuar Pse jo? para ndoshta një muaji, ishte në xhamin, u takova rastësisht, vetëm një foto bëra me të, po nuk kish kohë më shumë, po shpresoj që do të më ndëgjon ai dhe shpresoj të takohem dhe të bashkëpunoj me ta, pse jo? Se duhet gëzohemi që kemi humanistë të tillë, siç është Alil Kastrati dhe Elvis Naçi. Tani Abbas, më nxjerrish komplet nga koncepti që kam ndërtuar realisht. Më shumë vlerë në jetë ka paraja apo jeta e njeriut? Sepse paraja ka hyrë shumë në mesin tonë. Sigurisht, parja është vetëm letër.
por kjo nuk është gjithçka paraja. Kështu që nuk ka parja gjithçka. Parja është vetëm në normal, tash nuk mund pa të ekzistojnë pa të holla, po nuk është prioritet. Jo çdo gjë. Jo çdo gjë nuk është. Nganjëherë mund gjithë botën ta kish me pasunia, ma kur nuk vlen. Kur e ka caktuar Allahu ndonjë sëmundje, nuk mund ta shërosh me të holla. Po vetëm duke lutur Allahun apo Allahu si ka vendosur, kështu do të ndodhë. Jo me para. Me para nuk blihet asgjë. Blehet vetëm për të ekzistuar e jo për mbi gjitha paraja nuk është gjithçka. Mbi gjitha është shëndeti, mbi gjitha është Shumë e vërtet. besimi tek Zoti, kjo është e vërtetë. Cili është vendi që ti do kishe dashur ta vizitosh? Ëndra ime thash është çdo herë ta vizitoj të shkoj në haxh. Në Qabe? Po. Ta ka dhënë dikush për ofertë ta mundëson apo jo? Deri tash jo. Askush. Jo. Unë mendoj që këtë surprizën do ta bëjnë brenda vitit dhe jam shumë i bindur. Pasi që pas kemi Shpresoj kaq qef. dhe besoj. Këtë ëndër e ke. E kam ëndër drejtën ta them. Po jo për veti kisha dasht, për veti po të kisha dasht edhe për babën tim të kish. Se baba im ka qenë besimtar deri në pikën e fundit, po kisha pas dëshirë edhe për ata, po pikës parë sa ajo është shkon mas pari duhesh t'jesh për vete, po pastaj edhe për ata kisha pas dëshirë, po ëndra ime është kjo. Uroj që Zoti i Madh të ta realizoj këtë ëndër të madhe edhe ta vizitosh Qaben. Amin, amin, inshallah. Jam masë i bindur dhe shpresoj te Zoti që do të ndodhë kjo. Do e bësh edhe për babin. Sigurisht. Patjetër edhe për nënën. Po patjetër atëherë duhet. Po. Kështu. Wow, Abbas, më ke ndryshuar komplet këtë konceptin e mendimit. Ne duke i patur ndoshta të gjitha të mirat dhe nuk i vlerësojmë, ndërsa juve duke u sfiduar në jetë dhe keni të gjithë këtë dëshirën e madhe dhe guximin për të vlerësuar të vërtetën, realitetin, për të vlerësuar atë që Zoti e ka shkruar në libër të shenjtë, kjo është vërtet për duartërkitje të madhe, sinqerisht. Po çka të them, kjo është unë ta e flas nga shpirti, nga zemra. Dhe tash edhe kur po flas, kam emocione të papërshkruara. E ndjej, e shoh dëshmës së normale. Dhe trupi po njerësohet nga kjo që e flas, nga emocionet. Të ka bekuar Zoti. Inshallah, krejtve. Unë uroj me zemër sinqerisht që të arrish këtë vizitë edhe besoj që do të jetë gjëja më e bukur në jetë që do kalosh. Po, shpresojmë dhe jam i bindur në atë. Duke i njohur shqiptarët në vendin tonë, unë e di që kjo gjë do të realizohet. Për këtë jam shumë i sigurt. Cilat janë 3 qëllimet në shoqatën tuaj, mi thuaj? Qëllimet janë kështu, siç thash, ti ndihmoj gjithëve që kanë nevojë. Qëllimi i dytë është ti qesim prej të shtëpisë, mos të rrinë vetëm 4 murna të mbyllur. Dhe qëllimi i tretë të mos shikojnë paragjykimet, po të shohim vetëm të ardhmen dhe as pak mos dorëzohemi, as pak mos t'i dëgjojmë paragjykimet, thashë thëmet, duhet çdo herë të jemi vetvetja. Bukur fort. Ne Abbas jemi drejt fundit ton. Unë të falenderoj shumë që më përçove emocione kaq të bukura. Cili do të ishte mesazhi jot për të gjithë shqiptarët? Mesazhi im për gjithë shqiptarët do të ishte të jemi më të bashkuar. Se fatkeqësisht nuk jemi
ashtu si që duhet jemi. Si që duhet jemi, nuk jemi. Me të vërtet, shumë jemi përqarë. Fatkeqësisht. Asë njëri me tjetrin nuk duhen. Çdo herë, qoftë aspektin, më po flas vetëm në aspektin njerëzor, pikëspari, çdo herë, edhe t'ja japim dorën atij që e meriton, çdo herë ta përkrajmë, jo ata që s'e meriton. Çdo herë ta përkrajmë ata që është në rrugë të drejtë dhe që punon për popullin, për njerëzimin përgjithësi. Unë uroj që Zoti të të falë shëndetin një herë, të të falë dëshirën, guximin, pozitivitetin të cilin ju e keni dhe së dyti uroj që me zemër ju të realizoni ëndrrën tuaj, dëshirën e madhe që keni për të vizituar vendin e shenjtë Qaben. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit tim, rrëfeve jetën tënde, rrëfeve vlerat e tua si njeri që i ke, dhe rrëfeve më fal, qëllimin për të cilin ti jeton, që është të bësh vepra të bukura dhe të gjithë të tjerëve nga një shoqatë e vogël, po me shumë dashuri brenda. Faleminderit edhe ti që ke ndarë kohë për të më ftuar në emisionin tuaj dhe jam faleminderues. E meriton. E keni derën hapur gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ti. E pra të dashur zonja dhe zotëri, të dashur miq, unë dua këtë edicion ta mbyll me një thënie që thotë kështu. Dëgjoni mirë. Zoti i përdor shpirtrat më të fortë për të sjellë mirësinë e tij në tokë. Përmes Habazit, ai na mëson se dashuria nuk ka nevojë për këmbë që të ecë. Mjafton një zemër që nuk dorëzohet kurrë.